Zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra shqiptar, ju ngjatjeta, uroj të jeni mirë. Sonte do të flasim për një atentat gjeopolitik, nuk do të flasim thjesht për gjeopolitikën. Sonte, ky ekran nuk është thjesht një hapësirë informacioni për zhvillimet ndërkombëtare. Sonte është një fushë betejë shpirtërore dhe kombëtare ku shmontohet atentati i fundit ndaj Shqipërisë nga Beogradi dhe lojtarët e Beogradit në Tiranë. Portalet, televizionet dhe gjithë ky establishment mediatik, i cili frymëzohet nga Rama dhe kupola e shtetit shqiptar, të cilët administrojnë taksat tuaja, frymëzohen nga skenar që nuk shkruhen në shqip. Kam hapur televizionin, YouTube-in dhe pash një live në të cilin shkruhej në një video tek Dritan Hila dhe Olsi Azegji, në të cilin kishte një titull tek dritarja e Hilës, Skënderbeu, tradhtar barbar, Ahmet Zogu sharlatan, Enver Hoxha burr shteti. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Olsi Azegjiun e njoh dhe më njeh. Ja njoh arsimin, më njeh mirë arsimin dhe kapacitetin ndërsjellët. Dritan Hilën e njoh dhe më njeh në distancë, nuk e njoh personalisht. Sonte do të bëj disa ballafaqime të rëndësishme, sepse unë, siç ju kam thënë, nuk jam vetëm njohës i çështjeve ndërkombëtare, jam një lloj si curri i Janolatosit. E keni parasysh currin e Janolatosit që ka studiuar në Greqi? Teolog, filozof, jurist dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Unë jam e njëjta gjë, por nuk jam nga krahu i Janolatosit, kam qenë nga krahu i Sabri Koçit. Rahmet pas. Si tillë, sonte kemi një betejë për të ndaluar atentatin e fundit të Beogradit dhe të Edi Ramës ndaj ekzistencës tonë si kombë. Do të bëjmë një debat të qytetëruar, sipas mendimit tim, ajo që unë pash tek Hila, që është nostalgjik i Enver Hoxhës bashkë me bashkëshortën e tij Rudina Xhungën, admiruesja shpirtërore e Enver Hoxhës dhe Nexhmia Hoxhës, pash një aleancë të panatyrshme mbrëm, por kjo aleancë është më e madhe. Një duet mes nostalgjisë gjakatare të diktaturës dhe agjendave teokratike të cilat bëhen lëmsh ndërmjet teologjisë dhe teokracisë, ndërmjet iranizmit, turqizmit, perëndimit, amerikanizmit, europianizmit, një bathore identitare të cilën unë e çmontoj sot me autoritetin e një njeriu i cili ka dalë nga bankat e universiteteve më të rëndësishme të shkencave humane, filozofi, teologji, drejtësi dhe vi nga kulisat më të thella të këtyre debateve identitare. Përveç gjeopolitikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, për të cilën e ka marrë dëshminë në zyra shumë të rëndësishme, nuk pres fare të ma jap dëshminë dikush nga këta gazetarët e Tiranës. Ajo që ka ndodhur dje tek Hila, në duetin Hila Azegji, është një betejë që ka 100 vjet që Beogradi e ëndërron. Më dëgjoni me kujdes, se ky është emisioni më i rëndësishëm i jetës time. Nuk e dim, do na japi Zoti jetë shnet, i modhi Zot të jetojmë më apo jo, varet se o jetojmë pak, jetojmë shumë, nuk e dim këtë. Dëgjoni me kujdes. Dhe ruajini këtë video dhe çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve. Askush në asnjë televizion shqiptar nuk do t'ja bëj njëri këtë zbërthim. As teolog, as hoxh, as prift, as ekspert, as gazetar, as amerikan, as jugoslav. Dëgjoni me kujdes. Me modestinë më të madhe, atë që do ja shpjegoj Krishnik Osmani sonte,
nuk ju a shpjegon dot askush. Më falni për mungesën e modestisë në këtë pikë. Sepse e din mirë ata që e din se ku e kam shkri jetën time unë, se çka kam studiu unë, si njoh gjithë këto kulisa. Po tentohet vrasja dhe ekzekutimi i baballarëve të kombit shqiptar. Figura kryesore, kanë problemet e veta, kanë arritje, kanë mangësi, kanë ulje, atentat ndaj Ahmet Zogut, Skënderbeut dhe glorifikimi i Enver Hoxhës. Enver Hoxhës që ja shkruante letrat edhe librat ja shkruante Sofolazi. Komunistët e din mirë këtë, sepse unë kam informacione, kam nacionalist të majt që e duan Shqipërinë dhe janë gati të vdesin për Shqipërinë, të cilët më kanë tregu të gjitha kulisat e regjimit të Enver Hoxhës me pikë dhe me presje. Kreshniku i di shumë. Sofolazi shkruante shkrimet e Enverit, ju e dini apo jo? E din komunistët që kanë qenë brenda lojës, kanë jetuar në blok bashkë me Saliun që kalonte nga bloku her pas here për të duk ande sepse ishte mjeku i Hysni Kapos. Tani do të merremi pak me atentatin që i bëhet Skënderbeut, Ahmet Zogut dhe glorifikimi i Enver Hoxhës. Ta marrim pak me kujdes. Në portalin e Hilës që mbështetet drejt për së drejti nga Edi Rama dhe nga trampisti Edi Rama dhe izraelisti Edi Rama, shoku i Netanjahos dhe i Erdoganit, shoku i George Sorosit dhe i Donald Trumpit, shoku i Mossadit dhe i mitit turk, shoku i mitit turk dhe i shërbimeve sekrete të Emirateve të Bashkuara Arabe, shoku i George Sorosit dhe shoku i Giorgia Melonit, shoku i Mitsotakisit, i Asfalis greke dhe shoku i Erdoganit, sultanit të Ankaras. Dëgjoni kujdes se kjo që do ju them sonte nuk është vetëm për ju, është dhe për ambasadën amerikane, për ambasadën gjermane, për ambasadën greke, turke dhe për Bashkimin Evropian në Tiranë. Tek televizioni i Hilës dhe i Rudina Xhungës, dy adhuruesit shpirtëror të Enver Hoxhës dhe Nexhmia Hoxhës, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte një tradhtar barbar dhe Ahmet Zogu një sharlatan, ndërsa Enver Hoxha, tirani që na izoloi në bunkerin e Uris për 45 vjet, ishte burr shteti. Por dëgjojeni me kujdes atë që do ju flas në këto minuta të këtij emisioni, të kësaj analize, kur më parë në jetën time nuk e kam bërë më detajuar dhe më të qartë se kaq. Dëgjoj me kujdes, vllai im musliman, vllai im shqiptar musliman, vllai im shqiptar ortodoks, vllai im shqiptar katolik dhe ju që jeni protestant, ateist, çfarë jeni të gjëra tjera. Është atentati i fundit që po përgatit Beogradi në Tiranë me miratimin e Edi Ramës. Kujdes. Dhe kjo është paralajmërim edhe për Edi Ramën vetë. Kujdes se historia nuk mbaron vetëm kur ti jesh i fortë, Edi. Ti e din shumë mirë që ndryshojnë kohrat. Askush nuk ishte më i fortë se Bashar Asadi. Askush nuk ishte më i fortë se sa Hafiz el Asadi në Damask. Sot është fshehur ke Putini në Moskë dhe rrezikon të kthehet të varet në litar ke Ahmed al-Shara, se ndryshojnë kohrat. Izraeli mund të bëjë një koncesion me Ahmed al-Shara, të marri Gjulanin, lartësinë Gjulan me firmën e islamikëve të Damaskut dhe të dorëzoj, të bind Putinin ta dorëzoj Asadin ta varin litar në Damask. Sonte do t'ju tregoj dy zotrive, Hila dhe Yazexhi, shqiptaria nuk është aksidenti i historisë. Dhe do ju argumentoj këtë. Ne nuk jemi këtu si aksident historie sepse na bëri turku apo sepse na lejon Beogradi. Ne jemi këtu sepse ne jemi vullnet hyjnor dhe vullnet i Zotit. Se Zoti vetë e tha me gojë,
se kombet shuhen përmbi dhe, por Shqipëria do të rrojë për të jetojmë ne. Kjo nuk është qasje nacionaliste idiote. Unë si njohës i kulisave të filozofisë, të nacionalizmit dhe të teologjisë, do t'ju fus atje brenda. I madhi Zot thot në Kur'anin famular të madhërishmin se ai na krijoi fise dhe kombe që të njihemi ndërmjet njëri tjetrit. Ju kemi bërë fise dhe kombe që të njiheni me njëri tjetrin. Me që hoxhallarët dhe teologët kanë qef ta dëgjojnë edhe nga burimi, me gjuhën e Kuranit dhe me gjuhën në cilën zbriti Kurani, po ju a lexoj Kreshniku në gjuhën që e flisni edhe ju, se e njeh Kreshniku më mirë se shumë për njerëz. I madhi Zot thot në surën El Hujurat, ajeti 13 i surës 49 në Kuranin famlar. Ja ejuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Nuk do hym në përkthim, sepse ju a thash përkthimin më parë, o ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, thot i madhi Zot në Kuranin famlar. O ju njerëz, ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë fise dhe popuj dhe kombe që të njiheni ndërmjet njëri tjetrit, dhe mos e harroni kur. Më i miri prej jush tek Zoti është ai që i friksohet më shumë Allahut. Është më i devotshmi prej jush, nuk është më turku, më arabi, më serbi, më amerikani, më shqiptari. Ai që i druhet Zotit më shumë, ai është më i miri ke Allahu, thot Kurani. Kush ka mundësi le të më përgënjeshtroj, surja Hujurat, ajeti është i qartë. Versteti kuranor. Çfarë do të thotë kjo? Më i afërmi ke ju është ai që është më i devotshëm tek Zoti. Dhe mos e harroni kur, Zoti është i gjithdijshëm për gjithçka që e mendoni dhe e veproni. Alimun khabir, është i gjithdijshëm dhe është i mirë informuar deri në detaj për atë që e deklaroni dhe për atë që e fshihni në zemër. Çfarë do të thotë ky verset kuranor? Ky do të thotë që gjaku që na rrjedh në vena dhe kjo gjuhë që na dridhet në buzë dhe ky identitet shqiptar është vullnet i krijuesit atje në lartësitë e tij ku qëndron ai. Kush e sulmon Skënderbeun, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, në emër të fesë, nuk është besimtar. Është poli agent, një shkelës i dizajnit hyjnor, sepse i madhi Zot na ka kriju, na desh shqiptar, dhe është ai krijuesi i identitetit ton me dëshmi nga Kurani famlar. Ai na desh shqiptar, na desh të flasim shqip. Ai që sulmon shqiptarin, sulmon krijimin e Zotit dhe dizajnin hyjnor për llogaritë agjendave të fëlliqura të Beogradit dhe të nacionalizmave të tjerë të maskuara me fe në rajon dhe më gjerë. Dëgjoj me kujdes, nuk do të ta shpjegoj kërkush kështu. Ata që thonë shqiptaria ekziston sepse vetëm shqiptarët u bën musliman, është një tezë e tillë, ata janë duke deklaruar se
shpata e sultanit është më e fuqishme se vullneti i Zotit apo i Allahut. Pra, shpata është arsyeja përse ne u bëm musliman, nuk është vullneti i Zotit. Tani do t'ju bëj autopsinë me qetësi të këtij atentati identitar që po bëhet në Shqipëri. Do t'ju tregoj se përse sulmi ndaj Skënderbeut, dhe këtë do t'ja tregoj ambasadave perëndimore përpara atyre lindore, sepse ata na kanë bërë po aq tradhti sa na ka bërë dhe lindja. Sulmi ndaj Gjergj Kastrioti, Skënderbeut dhe Ahmet Zogut është kënga e Beogradit e kënduar nga shqipfolës të cilët han bukën e këtij vendi dhe pështyn mbi varret e herojve tanë. Përse pushteti i Tiranës i lejon këta personazhe që të vjedhin helm? Sepse një popull pa heroj është një turm hibride pa shtëpi. Dhe një turm pa shtëpi mund ta shesësh në çdo pazar. Rama, Berisha janë duke na shit në këtë moment dhe nuk duan të kemi hero kombëtar. Duan të na shesin në lindje ose në perëndim kush t'i japi pazarin më të mirë për shqiptarët. Nëse je musliman dhe të thonë se Skënderbeu nuk është i juaj, do ju bëj sot të kuptoni se ju kërkojnë të bëni një vetvrasje kombëtare. Nëse ju thonë sot jeni shqiptar dhe ju thonë se Enver Hoxha ishte shtetari, sonte do ju tregoj se pse po ju ftojnë të adhuroni prangat tuaja nostalgjiku i Enver Hoxhës Dritan Hila. Olsi Azegji nuk e di sepse ka rënë në këtë batak, sepse Olsi unë e di që falet në xhami prej se ka qenë 15 vjeç. Qëndroni me mua pak, se kjo nuk është thjesht një analizë, kjo është analizë mikrobiologjike, është deri në ADN e vetdijes tonë të fundit arbënore. Hajde t'ja nisim shpejt e shpejt. Ti marrim të gjithë argumentat një për një. Autopsia e tradhtisë përse po i vrasin herojt shqiptarëve. Tani, le të bëjmë një ironi të hollë. Të mbrosh Iranin këtu në Shqipëri dhe duke përfitu nga liria që ka dhënë imperializmi amerikan, është fakt. Në Shqipërinë e sunduar nga imperialistët amerikan, ka një liri e cila t'jep mundësinë ta mbrosh Iranin këtu. Është i lirë çdo kush të admiroj Iranin dhe regjimin e Ajatullahve. Sigurisht, disa shohin këtë komedi, por le të ndodhë. Imperializmi amerikan kontrollon Shqipërinë. Ju e dini që Shqipëria komandohet nga rruga Elbasan. Megjithatë, 99% të medjave janë pro-Iranit në Shqipëri. Nga Hila e deri tek tjerët. Çfarë po ndodh? Kjo është histori tjetër. Kjo është llogaria e amerikanëve, është e hapur, kjo është tjetër histori. Meriton një analizë tjetër. Pse po goditet Skënderbeu dhe Ahmet Zogu dhe cili është projekti? Projekti është i qartë. Dirigjohet nga Beogradi, shqiptarët duhet të jenë pa heroj kombëtar dhe pa asnjë busull orientimi. Zogu ka pas problemet e veta, ha? Enverit vetat, Skënderbeu mund të ketë pas probleme tjera, nuk e dim, çdo njeri ka problemet e veta. Kjo nuk është për të relativizuar, por duhet na lënë pa heroj. Pse? Që të jemi pa busull. Popull pa heroj kombëtar është popull pa asnjë lloj busulle dhe manipulohet kollaj nga çdo lloj teze që ka për synim të zëvendësojë shqiptarët në popullsi tjera. Skënderbeu, Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha. Pse Skënderbeu sulmohet?
sepse ai është viza ndarëse ndërmjet perëndimit dhe lindjes. Ta quash tradhtar Skënderbeun është kërkesë ekskluzive e historiografisë lindore dhe disa qarqeve rajonale, të cilat duan ta shohin Shqipërinë si një provincë kulturore të lindjes dhe jo pjesë të Europës. Dëgjoj me kujdes. Pse goditet Zogu? Pavarësisht gabimeve të shumta, Zogu ishte arkitekt i shtetit institucional dhe i orientimit pro-perëndimor të Shqipërisë. Duke e quajtur Ahmet Zogun sharlatan, duan të fshin memorien e një Shqipërie e cila kishte klasë politike, kishte elit, kishte dignitet përpara se të vinte shpata e proletariatit komunist. Glorifikimi i Enver Hoxhës. Këtu vim te kënga e Beogradit. Historia e vërtet na tregon se Enver Hoxha erdhi në pushtet, ju e dini me ndihmën e kujt, Popoviçit dhe të Mogoshës. Të glorifikosh Enver Hoxhën sot, do të thosh të mbrosh izolimin, vllavrasin dhe shkatrimin e elitës intelektuale. Është të kthesh popullin tek nostalgjia për zinxhirët. Gjeopolitika e të majtës shqiptare dhe roli i Ramës, kjo është një pikë shumë e rëndësishme që duhet ta shohim. Rama po luan me shumë porta. Është një akrobat i cili po mban njërën dorë tek Donald Trumpi dhe tjetrën dorë tek agenda e George Sorosit. Pse? Sepse e di që është i humbur dhe në fund pushtetit tij. Po krijon një terren ku personazhe si Hila dhe të ftuarit e tij kanë pushtuar të gjitha studiot e kontrollit mediatik në Tiranë dhe ky kaos informativ i shërben regjimit të Tiranës. Kur të gjithë shqiptarët zihen për Skënderbeun, askush nuk pyet për portin e Durrësit apo për PPP dhe koncesionet e Belinda Ballukut. Irani dhe linja anti-amerikane në Shqipëri. Irani po godet Amerikën në Shqipëri. Pse po e bën? Irani është në luftë me Amerikën. Dhe Shqipëria ka strehuar në Shqipëri me kërkesë amerikane opozitën e Iranit, mujahidinët. Irani po hakmerret ndaj shqiptarëve dhe ndaj Amerikës, sepse është në luftë me Amerikën. Si po hakmerret Irani, duke sulmu narrativën amerikaniste në Shqipëri, pra Amerika është e poshtër dhe e fliqur si gjithë tjerët, dhe e dyta, që të shkatrojmë të gjithë simbolikat e shqiptarëve, me qëllim që të dobësojmë busullën e shqiptarëve dhe kështu i japim terren një aleati të Iranit në Ballkan, siç është Beogradi, duke shkatruar busullën dhe orientimin e shqiptarëve. Unë e kuptoj Iranin që e bën këtë, nuk e mirë kuptoj, e kuptoj pse po e bën. Po të kishte iranian zyrtarisht në Tiranë, do t'u thoja këtë që po ja them ju, që po bëjnë një lojë të ndyrë me lojën e goditjes së identitetit shqiptar, sepse në Iran teologët liberal të Iranit flasin për identitete shumë polare, flasin për identitetin religioz shumë polar, por Irani është në luftë me Amerikën dhe kërkon të shkaktojë hemorragji Amerikës. Pra, Irani e ka në agjendë dhe e ka në synim popullin shqiptar ta kthej anti-amerikan, e ka fituar luftën me Amerikën në Ballkan. Pra Irani është në luftë me Amerikën dhe po hakmerret për mujahidinët që ne i kemi strehu këtu për llogaritë amerikane. Për këtë arsye, Irani do të na godas ku na dhem më shumë. Herojt kombëtar, lëri pa busull, lëri pa identitet.
Kë kemi nostalgjik të Enver Hoxhës, hilën. Olsi mbron narrativën e Iranit në gjeopolitik, tashmë Olsi ka vendosur ta bëjë pjesë edhe të lojës së brendshme të Shqipërisë. Këtu duhet kuptoni një film që duhet ndarë me thikë me kujdes. Irani është në të drejtën e tij, ju a thash, për destabilizu Amerikën kudo që të mundet në botë, sepse është në luftë me Amerikën. Amerika mbase nuk i intereson më t'i ketë shqiptarët me vete, sepse Amerika me i të rënë të Birbilit i qonë këto portalet e Tiranës të Beogradit, i qonë në hale për 24 orë. Nuk dun të veprojnë, e din ata sepse nuk hy unë t'i mësoj Amerikanë se çfarë duhet bëjnë këtu. Tani, Hila, Gjunga, bashkë me doktorja Zexhiun, kanë ngretur disa teza. Por kjo nuk është kor i vetëm, kjo është kor shumë i madh. Dhe të gjitha këto mbulohen me maska fetare, këtu është problemi që të cilin ju duhet ta bëni dallimin. Mbrojmë Enver Hoxhën, e glorifikojmë dhe rrisim shkatrimin e Zogut edhe të Skënderbeut. Tashi si rrin bashk besimi me Zotin dhe dashuria për Enver Hoxhën, këtë duhet ta thot doktorja Zexhiu. Si rri bashk dashuria për Zotin me dashurinë për ajatollahët pers, me dashurinë për kulturën perse 5000 vjeçare, që është kulturë e madhe, si shkojnë bashk me shkatruesin e kishave dhe xhamive në 1967 Enver Hoxhën. Si mund të rinë bashk? Doktorja Zexhi, që lundron ndërmjet fesë dhe historisë, shpesh nuk ja del tjetë as musliman as historian. Sepse i ngatërohen gjërat, sepse agenda është më e madhe se sa vullneti. Pyetja që lind këtu është: a mundet dikush, e pyes Olsin, a mundet dikush të bëj në Iran një emision në televizionet e Teheranit dhe të shaj Ayatullah Ali Khamenein, apo të shaj profetin, apo të shaj Ehli Bejtin, apo të shaj Mojteba Khamenein, apo liderin e revolucionit, gardës revolucionit, apo Qasem Sulejmanin? Nuk mundet ta bëj këtë. Pse? Sepse ata janë herojt kombëtar dhe fetar të Iranit. Dhe nëse i prek, t'i këpusin testikujt dhe t'i varin në qaf. Liria e shprehjes i jep të drejtën Hilës dhe Zexhiut që të shkatërrojnë herojt tonë kombëtar dhe figurat kryesore kyçe të shtetit. Tani, liria e shprehjes që kanë dhënë imperialistët amerikanë nuk është imunitet ndaj turpit. Pa diskutim, unë e mbroj të drejtën e Zexhiut të flas dhe të thot çfarë t'i doj kokra e qefit ti, por jo ta maskoj me fe. Mbrojtja e baballarëve të kombit Skënderbeu nuk mbrohet me ligj, por duhet mbrohet me edukim. Duke tentuar dhe duke i treguar shqiptarëve se pas sulmeve ndaj tij synohet lënia e shqiptarëve një turm pa identitet, që i falet diktatorit të radhës, Edvinit të Surrelit, që ka zëvendësu Enverin e Gjirokastrës. Shqiptarët duhet ta kuptojnë mirë që kjo balt ndaj historisë nuk vjen nga ignoranca, por nga llogaria. Është një luftë për shpëtimin e Shqipërisë. Është betejë e fundit. Glorifikimi i Enver Hoxhës mund të ketë njerëz dashamirës të Enver Hoxhës. Enver Hoxha ka bërë ca gjëra, i ka bërë të mira, por krimet që ka bërë ja rrëzojnë ato të mira që ka bërë. Ndërkohë që godasim Skënderbeun dhe Ahmet Zogun, glorifikojmë Enver Hoxhën. Shkojmë pak ke Mukja 1943.
mëkati fillestar dhe zanafila e tradhtisë ndaj Kosovës. Mukja ishte akti më i lartë i tradhtisë ndaj Kosovës dhe shërbimi më i madh që i bëri Partia Komuniste e Beogradit, sepse Mukja parashikonte Shqipni etnike, Shqipni dhe Kosovë, ndërsa Partia Komuniste e Enver Hoxhën me Enver Hoxhën e prishi Mukjen dhe Enver Hoxha preferoi pushtetin e tij me ndihmën e Jugosllavëve ndaj Shqipërisë etnike dhe Bashkimit Shqiptarisë. Pse dështoi? Sepse emisarët serb Svetozar Vukmanović, Tempo, urdhëruan Enver Hoxhën e Gjirokastrës që ta prish marrëveshjen e Mukjes. Kështu i dashur Olsi, me që jeni historian, Enveri ishte tradhtari i parë i bashkimit shqiptarëve Shqipërisë me Kosovën, me prishjen e Mukjes me urdhër të Beogradit, që të pranonin një Shqipëri që kërkonte të ishte me Kosovën. Pra të shkatëronin planin për të qenë Shqipëria me Kosovën. Çfarë ndodhi? U prish Mukja. Unë e kuptoj që Irani mund të hakmerret ndaj shqiptarëve duke na godit ne shtyllat dhe kolonat e ekzistencës tonë si kom, sepse është në luftë me Amerikën. Por Hila dhe Yazexhi, përse ju jeni në luftë me Amerikën? Edi Rama na thot që mban Hilën me para dhe me reklama dhe xhungën, na thot që është me Amerikën, na thot që është me Sorosin. Sorosin a do me Beogradin. Po takoni, donit në ngullni thikën si popull, dakord. Por ju lutem mos e vishni këtë me fe, se feja është e pastër nga këto rrena. Thoni, ne jemi kundër Skënderbeut, jo se ka vrarë turqit musliman, por sepse na ka dhënë urdhër Beogradi. Tani doja shpjegoj poshtë, pak qëndroni me kujdes. Ajo që do të ngjoni sonte nuk ju ja thot kërkush. Enver Hoxha zgjodhi pushtetin mbi kombin dhe çfarë bëri? U rreshtua totalisht pas agjendës së Beogradit në Tiranë. Kur do të me shkryt në i gjë, Enveri kishte shkrimtarin e Oborit, Sofolaze, i përshëndes komunistët e Shqipërisë, miqtë e Enver Hoxhës dhe nostalgjikët, nga obortarët e bllokut, i përshëndes. Shoku Sofo ishte ai që i shkruante, apo jo? Enverit, se Enveri nuk ishte në gjendje të shkruante. Kishte Sofon, mjeshtrin e Ramizalis, për të bërë shkrimet e Enverit dhe letrat e Enverit, apo jo? Dakord. Edhe amerikanët e dinin këtë, apo jo? Mirë. I përshëndes, se ka prej tyre që e njohin mirë sistemin nga brenda dhe kanë dashuri për Shqipërinë. Nuk din shumë gjëra për Enverin, për Gardën, për bllokun, për Ramën, për Berishën. Berishën e cilin lexonte veprat e Enverit në Paris, po është histori tjetër kjo. Skënderbeu nga hero kombëtar në peng ideologjik. Për diktaturën dhe për Hoxhën, Skënderbeu ishte një problem i madh. Ai ishte princ në ideologjinë komuniste, ishte adhuronte papatin dhe perëndimin sipas Hoxhës. Trajtimi i Enverit nga komunistët, me që nuk e fshinin dot sepse ishte shumë i madh Skënderbeu, çfarë bën? E shpronësuan shpirtërisht. E kthyen Skënderbeun në një figurë që luftonte imperializmin e kohës, i cili kishte qëllim të hiqte atij mbrojtësin e perëndimit. Tani do t'ju shpjegoj kush ishte identiteti i luftës së Skënderbeut, dhe këtu duhet bëjmë kujdes vëllezërit e mi katolik dhe vëllezërit e mi ortodoks.
përveç muslimanëve sigurisht. Sulmi ndaj Skënderbeut është faza e dytë e këtij momentit, pra e parafundit e shpartallimit komplet të shqiptarëve. Duke e quajtur tradhtar Skënderbeu të krijuar nga austro-hungarezët, ata duan të shkëpusin lidhjen organike të shqiptarëve me Europën në këtë moment të ri gjeopolitik që po kalon bota, ku po krijohet rendi i ri botror. Pse bëhet kjo? Për t'i lënë shqiptarët jetim ideologjik në kërkim të një babai të ri në lindje, që mund të jetë Putini apo çdo kush në orbitën e lindjes. Mbreti Zog ishte arkitekti që duhej fshir patjetër. Ahmet Zogu përfaqëson shtetin institucional dhe orientimin shqiptarizma mbi të gjitha. Pse? Edhe kjo e ka një shpjegim, më duro deri në fund, mos e paragjyko atë që do ngjosh, mos kap një fjali, dy fjali, dëgjoje edhe logjikën deri në fund. Mëkati i Zogut sipas komunistëve ishte që ai ndërtoi një Shqipëri që po bëhej pjesë e sistemit bankar dhe juridik evropian. Dakor. Cila ishte propaganda? Enveri i thonte kalemgjive të tij, ma portretizoni pak si sharlatan dhe tradhtar, që mori vodhi Floririn dhe u arratis nga Shqipëria, dhe ishte e vetmja mënyrë që komunistët të dukeshin si shpëtimtar. Në fakt, Zogu bëri mëkate, por la një skelet shteti, gjandarmëri, gjykata, kod civil, të cilin Enveri e zëvendësoi me gjyqje popullore, me terror, me gjak dhe me hekur. Nostalgjia të dashurosh Ajetullahun, regjimin e Iranit, gardën revolucionare të Iranit, dhe në të njëjtën kohë të duash Ehli Bejtin, familjen e pejgamberit, dhe të duash njeriun që e përgjaku muret e Shqipërisë, burgjeve të Shqipërisë, me gjakun e popullit tënd dhe që shembi kisha dhe xhamia, ky është një paradoks skizofrenik akut i cili ka nevojë shpjegim. Enver Hoxha ishte një burr shteti, thot Hila, Zoti Hila dhe doktori Aziziu. Ishte burr shteti apo vasal i Beogradit. Të quash Enver Hoxhën burr shteti është fyrje për logjikën elementare njerëzore. Cilat janë faktet? Se krishniku nuk flet pa fakte. Ai është i vetmi udhëheqës në botë i cili shkatërroi pronën private. Fen dhe ushtrin duke kthyer Shqipërinë në një bunker gjigant. Ai e izoloi Shqipërinë aq shumë sa në vitet 80 vendi ishte teknikisht në mesjet krahasuar me fqinjët. Misioni i tij nuk ishte Shqipëria. Mbajtja e pushtetit përmes eliminimit të çdo rivali brenda që kishte fije inteligjence. I fundit që u ekzekutoi ishte Mehmet Shehu. Mehmeti ishte shkolluar në Itali. Dhe Mehmeti ishte intelekt. Pavarësisht se i shërbente, sigurisht Enveri kishte frikë të linte Nexhmien dhe fëmijët, pasi tikte nga kjo dynja në dorët e Mehmetit dhe e krefi. I vrau pothuajse të gjithë firmtarët e pavarësisë. I ekzekutoi të gjithë intelektualët e shkolluar në Perëndim. Të njëjtën gjë bënte edhe prokurori babai Dritan Hilës, ja shkulte mishin me pinca të gjithë atyre të cilët dilnin kundër regjimit të Enver Hoxhës. Tani Zogu, Skënderbeu, Enveri, po ta shohësh me kujdes, sulmi ndaj Skënderbeut dhe Zogut vjen nga të njëjtat gojë të cilët lëvdojnë Enver Hoxhën. Pse ndodh kjo? Sepse është e nevojshme të vriten modelet. Skënderbeu është modeli i guximit kombëtar. Zogu është modeli i shtet ndërtimit me gjitha defektet e tyre. Enveri krijoi modelin e nënshtrimit ndaj partisë. Zoti ishte partia dhe Enveri. Historiografia slave dhe ajo e qarqive të tjera osmane pranë Ballkanit
duan të krijojnë një histori tjetër dhe kjo bie në kundërshtim me islamin që pretendojnë po këta. Nëse Skënderbeu është mit, atëherë ne jemi thjesht një mbetje e rastësishme e perandorisë osmane. Kjo nuk është e vërtet. Ne jemi shqiptar dhe nuk jemi mbetje të perandorisë osmane këtu në Ballkan. Nëse Zogu ishte sharlatan, atëherë ne nuk dim të bëjmë shtet pa një diktator dhe pa një dorë të hekërt që i lanë muret e Shqipërisë me gjak. Liria e shprehjes është armë bërthamore që po përdoret për të na shpartalluar ne si komb. Kur goditen këto figura, që televizionet dhe portalet e mbështetura nga Edi Rama, ne nuk po bëjmë debat historik. Ne po bëjmë një atentat identitar të fundit në Shqipërisë me urdhër të Beogradit. Ata po thonë, shqiptarët janë një popull që nuk e meriton lirin, por duhet gjithmonë të jenë në patronazhin e dikujt. Dikur Stalini e Titos, sot agjendave që vinë nga lindja. Kjo është pikërisht pika nevralgjike ku propaganda dritare së Hilës dhe e rretheve të Beogradit në Tiranë kërkon të mbjellë përçarjen. Tani, kujdes se këtu është thelbi dhe zemra e gjithçkaje. Një burg dhe një kurth tek i cili nuk duhet të bien. Nuk duhet ta burgosim Skënderbeun. Ku burgoset Skënderbeu? Nëse e burgosim Skënderbeun brenda petkut fetar të Krishterë, duke e paraqitur Skënderbeun, heroin ton, si krishtar dhe si mbrojtës të krishtrimit, ju nuk jeni duke mbrojtur Skënderbeun, por po e dorëzoni ata tek ata të cilët duan ta shpallin mish të huaj për shumicën e shqiptarëve, sepse shumica e shqiptarëve në trojet e tyre etnike janë 90% musliman, në gjithë trojet etnike. Konsiderimi i Skënderbeut hero të krishtërimit është ekzekutimi i herojt ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe burgosja e tij. Tani do t'ju shpjegoj, nëse nuk ishte hero i krishtërimit, çfarë ishte Skënderbeu? Këtu qëndroni me kujdes se këtu qëndron pika themra e akilit të unitetit ton kombëtar, vëllezërit e mi katolik, ortodoks dhe çfarë do qofsh. Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka qenë, është dhe do të mbetet me kputç si përqafës gjithë atyre të cilët e refuzojnë si hero kombëtar. Skënderbeu ka qenë princi i arbrit dhe nuk ka qenë një kryzat i Vatikanit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Duhet theksuar, vëllezër dhe motra shqiptarë, se lufta e Skënderbeut ishte politike dhe shtetformuese, nuk ishte luftë fetare. Shqiptar, vëllezër dhe motra, Skënderbeu nuk luftoi për t'i konvertuar njerëzit nga musliman në të krishterë, nga ortodoks në katolik, as nga katolik në çfarë do lloj feje tjetër. Skënderbeu luftoi për të mbrojtur trojet arbënore dhe territorin dhe lirinë e principatave arbërore të kohës, të cilat ishin principata arbërore sepse koncepti i shtet kombit ka lindur më vonë. Nuk kishte as shtete as kombe. Shtetet dhe kombet u krijuan pas revolucionit francez. Ushtria e Gjergj Kastriot Skënderbeut përbëhej nga arbëror të cilët mbronin trojet e tyre dhe shtëpitë e tyre, nuk mbronin një fe të tyre, nuk kishin një ushtri fetare mercenare, as nuk ishin ushtar të kryqëzatave të Vatikanit. Kundërpërgjigja ndaj këtyre tezave është të gjithë ata të cilët e trajtojnë Skënderbeun si hero të krishtërimit, kjo është narrativ e shekullit të 19, cila u intereson atyre që duan t'i ndajnë shqiptarët tanë dhe shqiptarët e tyre. Shqiptarin musliman të Kosovës, të Maqedonisë,
apo të Shqipërisë, Skënderbeu është gjaku, ndërsa feja është shpirti. Gjaku nuk ndryshon, feja secili mban fen që do për aq kohë sa do. Dhe këtu shkojmë tek kurthi numër 2, kurthi i islamofobisë dhe kurthi i turkofobisë. Këtu luhet me ndjenjat e besimtarëve, veçanërisht atyre musliman, duke u thënë Skënderbeu ka vrarë të parët tuaj, ka vrarë osmanët, ka vrarë muslimanët, prandaj, thot Hila dhe doktori Hazexhi, nuk mund ta doni Skënderbeun se ka vrarë muslimanët. Kujdes. Thirrja ime këtu duhet të ndalojmë vetvrasjen kombëtare, se kjo tezë është vetvrasje kombëtare. Pse? Nëse një shqiptar musliman e braktis Skënderbeun sepse ai luftoi kundër një perandorie që rastisi të jetë islame, ai automatikisht pranon se identiteti i tij fetar është më i rëndësishëm se sa kombi. Dhe këtu më dëgjoj dhe pak me kujdes deri në fund. Cili është rezultati? Ai pushon se qeni shqiptar në këtë moment dhe automatikisht shndërrohet në një mbetje të një perandorie e cila nuk është më perandoria osmane. Kjo është ajo që kërkon Beogradi në këtë moment. Çfarë kërkon Beogradi? Një Shqipëri të ndarë në turq musliman, në grek latin të krishterët. Dhe kështu zhduket një herë e përgjithmonë fjala Shqipni dhe fjala shqiptari. Atë Shqipni dhe atë shqiptari që e krijoi vetë Zoti. Mbreti Zog e kuptoi këtë rrezik. Zogu ishte mbret i besimit musliman. Ahmet, një nga emrat e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në një vend me 3 fe në zemër të Europës, u martua me një mbretresh katolike dhe kodifikoi ligjin laik për të ruajtur unitetin e kombit. Çfarë bëri Zogu? Vërtetoi se mundet të jetosh edhe si musliman, edhe si një europian i shkëlqyer. Kjo është arsyeja pse duan sot ta shkatërrojnë Ahmet Zogun dhe unë kam rezerva ndaj një pjesë aktiviteteve të Ahmet Zogut. Pse po e shkatërrojnë Ahmet Zogun? Sepse Ahmet Zogu ishte ura. Enveri nga ana tjetër e ktheu Skënderbeu në një kukull kartoni. Hoqi elementin shpirtëror dhe la vetëm shpatën. Kjo zbrazje që bëri Enver Hoxha, figurës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i hapi rrugë Dritan Hilës dhe të ftuarit të tij që sot ta shkatërrojnë Skënderbeun me lehtësi, sepse e gjetën Skënderbeun të pambrojtur nga ana kulturore, doktrinare dhe historike. Kënga e Beogradit këndohet çdo natë në të gjitha studiot e Tiranës. Pse Rama Amerikani e lejon këtë? Dëgjoni me kujdes, vëllezërit e mi musliman të krishterë dhe çfarë do qofshi. Për sa kohë shqiptarët zihen nëse Skënderbeu ishte vrasës i muslimanëve apo mbrojtës i kishës, vëmendja ikën sot nga tradhtitë gjeopolitike që po i bëhen Shqipërisë. Irani, ju a thash, ka një sulm, ka një hakmarrje në Shqipëri ndaj Amerikës. Amerika është e poshtër dhe do ta sulmojë atë se është në luftë me Iranin. Dhe duhet të goditen të gjitha figurat kombëtare shqiptare, sepse kjo i shërben Beogradit, aleatit të Iranit në Ballkan dhe të Rusisë. Tani, ju që thoni Skënderbeu nuk është i juaj sepse jeni musliman. Ai ka vra për llogarit Vatikanit. Mos u bëni argat të Beogradit. Pse? Beogradi nuk ka frikë nga xhamit, as nga kishat. Beogradi ka frikë nga bashkimi ynë kombëtar rreth Skënderbeut.
sepse ne jemi pasardhës të Gjergj Kastriotit dhe ne jemi zotër të Ballkanit pronarët e tij. Kur të bëhemi siç na do Beogradi, Beogradi ka qefti fry këngës, ne nuk jemi shqiptar, por jemi mbetje të perandorisë osmane. Kjo është teza e Beogradit. Dhe i kërkoj miqve në Turqi, nëse ka burra në Turqi, nëse ka miq e ndet shqiptarëve në Turqi, të mos i fryin këngës së nacional islamizmit turk për të zhduk identitetin kombëtar për llogari të këngës së Beogradit. Këtë ne në Tiranë e refuzojmë. Ju kemi xhan, e kemi Turqinë e duam, e kemi në zemër, e duam mik, e duam aleat strategjik. Kënga e Beogradit do të refuzohet në Tiranë, sido që të luhet dhe kushdo që të jetë financuesi apo sponsori i saj. Beogradi i fryg këto teza sepse do që të forcoj tezën shqiptarët janë refugjat në tokën e tyre në Ballkan dhe janë në pritje të trenit të tyre për t'i marrë dhe për t'i çuar në Anadol. Tani, Zoti Hila dhe doktori Azegji që bëjnë shkencë tek televizioni Edi Ramës, po shkatrojnë, dakord, janë të lirë ta bëjnë, po shkatrojnë figurat kombëtare. Kjo është një lloj si t'i jepni rrogën dikujt, se paguhen nga taksa tuaja ai, nëpërmjet reklamave sigurisht, t'i japësh lejen dikujt të futet në shtëpinë tate, të vit, shoh fotografitë e prindërve tuaj dhe t'i fusi nga i bështym dhe këtë po e bëjnë këta. Kjo qasje juaja e mbron Skënderbeun duke e bërë gjithëpërfshirës, duke i hequr dorën e tyre mbi Skënderbeun. Hiqni petkun fetar ndaj Skënderbeut. Petku fetar i Skënderbeut si hero i krishtrimit është vrasje dhe eliminim i figurës së Skënderbeut. Është mbrojtje e tezës së Beogradit që Skënderbeu është ushtar i kryqëzatave dhe s'ka lidhje me muslimanët. Besimi në Zot nuk është plaçk lufte, është udhëzim i krijuesit të botrave. Ata që thonë jemi bërë musliman prej turkut, janë duke ofendu turkun, islamin dhe Zotin. Pse? Besimi në Zot, udhëzimi në islam, nuk vjen përmas tehut të shpatës. Ai është besim dhe vjen udhëzim nga i madhi Zot ti je besimtar apo musliman në doktrinën islame, sepse Zoti vendosi të të udhëzoj, që do të thotë ti do të ishe në çdo rast i udhëzuar. Islami si fe e përhapur mbi tehun e shpatës nuk është më besim, por është nënshtrim politik i dhunshëm. Indonezia është shteti musliman më i madh i planetit me 220 milion musliman. Kur s'ka shku në Indonezi asnjë shpat, asnjë ushtri, asnjë kryqëzat, asnjë sultan e asnjë perandori. Islami ka shkuar në Indonezi me moralin, nderin, burrnin dhe mirësjelljen e tregtarëve që vinin nga vendet muslimane dhe bënin tregti me Indonezi. Nuk shkoi me tehun e shpatës. Islami shkoi në Indonezi përmes tregtarëve, jo përmes jeniçerëve. Tani, ju që thoni ne jemi besimtar musliman sepse u pushtum nga turku, ju po thoni automatikisht që Zoti nuk kishte fuqi t'ju bënte musliman pash ndihmën e shpatës së turkut. Fillimisht aso kohës kishte turq, kishte perandori osmane, kjo që gënjehet këtu në Shqipëri masivisht, po kjo është tezë tjetër. Kjo nuk është teologji, kjo është propagandë anti-shqiptare hashiqare e veshur me çallm dhe me klerikalizëm.
Skënderbeu si mbrojtës i lirisë së përzgjedhjes. Këtu lidhet nyja e kësaj histori. Nëse Islami është zgjedhje hyjnore dhe udhëzim shpirtëror, atëherë lufta e Skënderbeut kundër një perandorie nuk ishte luftë kundër Islamit, por ishte luftë kundër dhunës politike të kohës të ushtruar ndaj trojeve armërore. Kjo është teza ime. Sepse kjo është e vetmja tezë që nuk më rrëzon Kuranin poshtë, që thotë ju kemi bë fisë dhe popull të njiheni ndërmjet njëri tjetrit, jo që të bëheni turq. As grek, as serb, as italian e katolik. Gjergj Kastrioti Skënderbeu mbrojti tokën ku ne sot e ulim ballin tokë dhe i falemi të madhët Zot. Pa atë rezistencë të Gjergj Kastrioti Skënderbeut, ne nuk do të ishim këta që jemi. Shqiptar që flasin shqip. Ne do të ishim një mas pa emër në periferi të Anadollit. Ka ardhur koha për vërtetësi dhe unë këtë vërtetësi e kam me miqt e mi turq përpara se ta kem me miqt e mi shqiptar. Jemi në kohra ku po ndryshon bota dhe po vendoset rendi i ri botëror dhe ne për historinë duhet i themi disa të vërteta të zjarrit, sepse nuk i dihet sot jemi, nesër nuk jemi më. Zoti e ka në dorë jetën tonë. Ne jemi krenar që i përkasim kombit të Gjergj Kastrioti Skënderbeut, sepse ai bëri një luftë që ne të mos zhdukemi dhe të mos tjetërsohemi si komb. Besimi, feja është e Zotit, toka, gjuha, janë identiteti që zgjodhi Zoti për ne dhe na trashëgoi tek ne si amanet nga të parët tanë. Enverizimi i historisë është pjesë tjetër shumë e rëndësishme që bëhet. Enver Hoxha, si dashur njëri figurë glorifikuese, jo vetëm ajetullahve, por edhe atyre që e mbrojnë Iranin, ishte njeriu që vrau me ligj, e vrau Zotin me ligj në 1967. Me studentët e Naim Frashërit në Durrës që shkuan morën iniciativën me propozim nga partia dhe me udhëzim nga poshtë. 1967 një shembull. Si mundet që këta mbrojtës të fesë të ulen në një tavolinë me adhuruesit e shkatëruesit të Zotit në tokë, të kishës dhe xhamisë? Kjo më tregon një fakt qartë. Këtu nuk është më histori as fe, as histori. Këtu kemi një plan të qartë të furnizuar nga Beogradi për të na dhënë goditjen e fundit. Shqipëri pa Zot, si Enveri, shkoni hapni titullin tjetër ke Top kanali, Top Channel, një ditë më parë, Mustafa Nano në YouTube, 1 orë leksion përse nuk ka Zot. Titulli i Top Channelit, shkoni shifeni dje. Mustafa Nano jep leksion të rive, Zoti nuk ekziston. Shkoni e keni titullin YouTube. Beogradi dhe Enveri në Tiranë duan ta kthejnë Shqipërinë pa Zot, pa fe dhe pa shqiptari. Pa busull historike në mënyrë që të na japin goditjen përfundimtare. Ose të zhdukemi për në Europë dhe të bëhemi hyjsmeqar të Europës, ose të presim trenin e parë dhe të ikim për në Anadol dhe të shpallemi turq. Kjo është ajo që po kërkohet. Të dyja rrugët çojnë në asgjësimin e identitetit tonë kombëtar dhe në boshatisjen e Shqipërisë, krijimin e saj si një vend për popullsi alternative që po përgatiten të vinë. Zgjedhja hyjnore kundër planit ushtarak. Kujdes, kjo është teza e fundit. Dëgjojeni me kujdes. Ju kërkoj ndjes që po zgjat pak, por është një
analizë të cilën duhet ta bëjmë për historinë. Vëllezër dhe motra shqiptar, ju që jeni besimtar musliman apo besimtar të çdo fe tjetër. Ne jemi musliman apo krishterë sepse ashtu e ka shkruar i Madhi Zot në zemrat tona, dhe jo sepse na e shkroi me pashallar identitetin ton fetar me defterin e taksave. Kujdes, këto janë dy koncepte të ndryshme. Duke e lidhur islamin me pushtimin turk, ideologët e kësaj teze janë duke ju thënë shqiptarëve, ju jeni musliman me zor, me dhunë, me kputç sipër kokës. Ne u themi, ne jemi musliman, ne që jemi musliman sepse është drita e Allahut që e ka hudhur në zemrat tona. Faleminderit që na ka hudhur, ne që jemi të lumtur që jemi ashtu, dhe jemi të lumtur që na ka bë shqiptar ngjak. Është udhëzim i Zotit Islami, nuk është fe shpate, as kpuce që rri sipër zverkut dhe përhapet me dhunë. Po të ishte e tillë, nuk do kishte mrit deri në Indonezi, e në Kinë, e në Japoni. Askush nuk mund të na verë ne kushte, as në Turqi, as në Washington, Bruxelles dhe në Londër. Ose me Skënderbeun, ose me fen. Këto kushte i refuzojmë. Unë jam kreshnik Osmani, pas ardhës i Gjergj Kastrioti Skënderbeut, pas ardhës i tij në histori, i ulur dhe i përkulur ndaj krijuesit tim Allahut Madhërisëm derisa të kem frym. Vlla i tim katolik, ortodoks, çfarëdo që të jetë, vlla ngjak në shqiptari. Kush thot se këto të dyja përjashtojnë njëra tjetrën, i shërbejnë Beogradit, Athinës dhe shumë qarqeve të tjera rajonale, të cilët nuk e njohin Zotin, njohin vetëm shpatën, dajakun, barutin dhe gjakun. O me fen, o me kombin, ose më sigurta me të dyja bashk në ndiktimin e këngëve të cilët vinë nga Matan Kufirit. Tani që po riformatohet bota dhe duhet na zhdukin si këmbë. Kjo qasje i lë hilat dhe shokët e tyre pa asnjë moral. Ju e kuptoni që kreshniku nuk po flet me mllef, kreshniku po flet me argument. Historik, politik, geopolitik dhe teologjik. Ne e refuzojmë lindjen dhe perëndimin që na vë kusht o me Skënderbeun, o me Islamin, o me Skënderbeun, o me krishterimin. Ky është atentat ndaj kombit shqiptar. Pse? Sepse Skënderbeu, hero i krishterimit, do të thotë Skënderbeu hero vetëm i 10% apo 15% të shqiptarëve në trojet e tyre etnike. Do të thotë zhdukje e Skënderbeut. Dhe do të thotë slavët, ortodoksët janë grek, muslimanët janë turq dhe s'ka më Shqipni. Këta e dun komunistët, të cilët dalin nëpër televizionet e Tiranës dhe po thonë, mas 10 vitesh nuk do ketë më kombe fare. Këto janë ontologjia dhe teologjia e lartë, tjerat janë pralla studiosh. Ne sonte kemi ndërtuar kullën e gardës tonë kombëtare dhe këtë video do ta dëgjojnë gjithë shqiptarët, po patët i fije burrni dhe shqiptari. Sepse këtë analizë nuk do ta lejojnë në asnjë televizion të Tiranës. Shqipëria, shqiptaria është vullnet hyjnor, vullnet i Zotit. Nëse Zoti thotë i kemi nda fise dhe kombe që të njihen ndërmjet njëri tjetrit, atëherë çdo kush që tenton të fshi identitetin kombëtar të një populli të caktuar në emër të një vëllazërie fetare që na tenton të na kthejë në një vëllazëri tjetër,
është duke dalë kundër vullnetit Zotit dhe kundër vullnetit krijuesit. I thuash njerëzve ne jemi shqiptar se musliman se na bëri Turqia, do të thotë që Zoti nuk na krijoi ne si shqiptar, nuk na njeh ne si shqiptar. Është eliminim dhe goditje e vullnetit të Zotit. Skënderbeu, kjo është teza ime, Skënderbeu është dizajn mbrojtës i arkitekturës së dizajnit të Zotit. Parë nga kjo dritë, figura e Skënderbeut ka një dimension tjetër, ka një kuptim tjetër. Skënderbeu nuk luftoi kundër një feje, por luftoi që ky komb që Zoti e krijoi me gjuhën dhe gjakun të mos tjetërsohej. Kështu e desh Zoti. Skënderbeu mbrojti fiset dhe kombet që i desh Zoti. Të jetojnë krenar në mesin e fiseve dhe të kombeve të tjera. Pa u tjetërsuar. Dhe ata që na thonë ne, po të mos ishte turku, ne nuk do ishim sot shqiptar, kujdes. Këtu ka diçka shumë të rëndësishme, që duhet ta dinë. Ne jemi musliman se desh Zoti, jo se desh turku. Ne jemi shqiptar se desh Zoti, dhe jo se desh kërkush tjetër, dhe askush tjetër nuk mund ta zhbëj këtë. Kush do qoftë, dhe cila do qoftë, maska cili do qoftë petku. E di që këto teza nuk ecin sot, sepse neoliberalet globalist do ta shkatërrojnë këtë tezë dhe do të na godasin si radikal nacionalist. Dhe sot bota kërkohet të jetë uniform. Bota uniform, pa nacionalitete, pa fe, pa asgjë, pa identitete, pa gjuhë, pa kultura. Cittadino del mondo, qytetari botës nuk ka nevojë për këto identitete. Kuajt e Trojës së Beogradit janë aktivizuar më fort se kur. Kujdes. Kjo është një lojë e madhe e cila ka një regji qendrore. Ne duhet ta shohim me kujdes. Ky është ballafaqim i desh, nuk po përplaset me askënd. Po tentojnë të fshin Zogun dhe Skënderbeun, sepse një popull që beson tek identiteti i tij pushon së qeni një aksident i historisë. Ata duan të na bëjnë popull që të kemi kompleks inferioriteti më keq se ç'jemi. Rama, duke lejuar këtë lloj debati, ku shahet shtylla e kombit dhe e financon këtë debat, se është financuesi kryesor i Hilës dhe i Gjungës, ai po përpiqet të luajë dhe të bëjë një xhunglim ndërmjet Turqisë, Greqisë, Serbisë, Amerikës dhe globalistëve dhe sovranistëve. A do t'i hecë? Këto po i bën sepse është në fundin e pushtetit të tij. Tani, t'i vëm ka pak gjithë kësaj historie. Të gjithë ju që po shtynin mbi Skënderbeun, mbi Ahmet Zogun, në emër të një feje që se njihni, apo të një enveri që ju la pa Zot, pa buk, dëgjojeni mirë këtë fjalim, këtë mesazh. Shqiptaria nuk është as dhuratë e Turqisë, as leje e Beogradit. Shqiptaria është argument kuranor dhe vullnet hyjnor i krijuesit. Kush e prek Skënderbeun, ka prek gurin e themelit kësaj shtëpie që Zoti e deshi arbëri. Ne jemi musliman, ne që jemi, ati i falemi dhe ne jemi të zotët e këtyre trojeve arbënore në Ballkan. Kush kërkon të na ndaj nga toka jon nuk është besimtar, as patriot, por është një buri e Beogradit dhe atyre që duan të na marrin tokën tonë, kombin tonë dhe atëdheun tonë. Liria e shprehjes sipër kokës. Liria e shprehjes si ta doni ju.
Liri shprehje për të falsifiku origjinën e kombit nuk lejohet. Përdorimi i fesë dhe i sensibiliteteve religjioze për agenda geopolitike antikombëtare dhe antiperëndimore është mëkati më i madh ndaj vetë besimit. Ne jemi produkt hynor, ne nuk jemi produkt perandorish. Në këtë tokë ne jemi produkt hynor. As Rama, as Hila, as doktoria Zexhiu, as kërkush tjetër nuk munden ta tjetërsojnë këtë fakt. Ne që mbrojmë shtyllat e kombit, na shihni me dyshim, na quani të lindjes, sepse nuk pranojmë të pështyni mbi emrin e baballarëve tanë. Por dëgjojeni mirë, ne nuk jemi miq të perëndimit sepse kemi nevojë për viza, por sepse jemi europian nga gjaku dhe nga vullneti dhe nga identiteti. Ndërsa ju, perëndimi, jeni duke ushqyer me duart tuaja atë që nesër do ju tradhtoj për interesin e radhës. Ne jemi këtu duke mbajtur në këmbë dinjitetin e një populli që përkërkoni ta lini pa histori dhe ta shisni edhe një herë në udhkryqet e historisë botës. Nëse mbrojtja e Skënderbeut dhe besimi tek Zoti na bën spiun, atëherë ju në perëndim keni harruar se çfarë vlerash u ngrit vet Amerika dhe Europa. Ne jemi roja e fundit e një Shqipërie që nuk shitet në pazaret e lindjes, as në ignorancën atyre që nuk duan ta kuptojnë se kush jemi ne. Identiteti nuk është dhurat e askujt. Identiteti që mbajmë në gene është amanet hynor, sepse ashtu na krijoi i madhi Zot. Vëllezër dhe motra shqiptar, të dashur dhe të nderuar bashkombas shqiptar. Unë e di dhe e ndjej, po aq sa ju, peshën e rënd të zhgënjimit, nga lindja dhe nga perëndimi. E di që kur shohim hartat e coptuara të Londrës dhe të Berlinit, kur shohim se si perëndimi shpesh na ka trajtuar si një leck dhe si një monedhë këmbimi për interesat e fëmijëve tanë, zemra ju mbushet me neveri, tradhti dhe me vlerë. Historia nuk ka qenë e vërtet me ne, as e drejt me ne, as lindja s'ka qenë e drejt me ne, as perëndimi s'ka qenë me ne i drejt. A na ruajti perandoria osmane nga gllabërimi serb dhe grek? Pyetje e rëndësishme që bëhet. Dëgjojeni mirë këtë të vërtet. Zoti nuk e la Shqipërinë të zhduket, por ai nuk përdori Shqipërinë si roje. Ai përdori rezistencën tuaj dhe të baballarëve dhe të herojve që kanë lënë kockat për këtë tokë. Ata që thonë u bëm musliman që të mos bëshim serb apo grek, apo ai që ju thot se feja jon është thjesht mburoj politike, jo! Ne jemi musliman sepse Zoti na udhëzoi në atë dritë dhe jemi shqiptar sepse Zoti na deshi të tillë mbi këtë tokë, nuk na desh gjë tjetër. Të thuash se Turqia na ruajti identitetin, është sikur të thuash se Kafazi e ruajti shpendin që të mos e hante dhelpra. Po, mbase e ruajti, por qëllimi i zogut nuk është Kafazi. Qëllimi i tij është qielli i pafund, është liria. Greqia dhe Serbia nuk na zhdukën dot, jo sepse na mbrojti sultani, por sepse gjuha shqipe ishte më e fortë se kisha greke dhe se kisha serbe dhe se shumë nga xhamit që na shihnin si anti-turq apo që na donin turq në vend të shqiptarëve. Sepse ishin vëllezërit Frashëri, Ismail Qemali, Ahmet Zogu dhe shumë të tjerë, ata të cilët e kuptuan se ne nuk mund të jemi as mbetje të Anadollit për të ikur serbit, as vasal të tyre tjerëve për të pëlqyer perëndimit. Po, perëndimi na ka zhgënjur dhe na ka tradhtuar. Shpesh, ndoshta e bën dhe tani. Por ne nuk mund të ndëshkojmë veten duke mohuar identitetin dhe historinë tonë europiane. Ne nuk mund të kthehemi në jeniçer të shekullit 21 vetëm sepse jemi të zemëruar nga zullumet dhe padrejtësitë e diplomacisë perëndimore që vazhdojnë edhe sot. Zoti na krijoi shqiptar
na krijoi fise dhe kombe që të njihemi ndërmjet njëri tjetrit me dinjitet, jo që të fshihemi pas teorive fetare nën flamujt e huaj. Zhgënjimi nga Perëndimi nuk duhet na largojë nga vlerat e lirisë, të cilat i Madhi Zot i mbolli në zemrat tona që në kohën e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Mbani kokën lart, vëllezër dhe motra shqiptar. Nuk i jemi burzhli askujt për ekzistencën tonë. Jemi burzhli vetëm të Madhit Zot dhe gjaku të dëshmorëve të kësaj toke. Shqiptaria është vullnet hynor dhe do të jetë si e tillë, ajo do të mbijetojë mbi çdo tradhti, mbi çdo coptim dhe mbi çdo studio që kërkon të na shes zyrave të lindjes dhe të perëndimit për 5 lek. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë. Natën e mirë për sonte. Çojani pjesës tjetër shqiptarëve dhe mos harroni të bashkoheni ditën e diel 21:30 në këtë kanal live për atë që kemi folur. Natën e mirë.